që për dallim prej francezëve kanë vujt gjatë këtij kampionati. Të dyja. Edhe i kanë rikthy rezultatet. Që kanë tregu karakteri bjen kjo. E para, unë e pres një lojë më të balancuar nesër, sesa këtë pjesën e supremacisë së Spanjës karshi Francës që ishte sonte. E dyta, për ka niveli cilësisë, mendoj që nështë anglezët e kanë një dozë të apërsisë, po janë disa elemente që prap balancohet tash kjo te kjo pjesë Argentinës. Se në Argentinë është një forcë kohezive që quhet Messi. E shumë është e rëndësishme përveç demonstrimit profesionalizmit e angazhimit, edhe kush e don më shumë fitoren, kush e ka një objektiv më madhor. Mendoj që Argentina ka një motiv, sa do që mundën me qenë të motivum anglezët, prapë në mesin Argentinës është demonstru që Messi për kretë Argentinasit është motivi shtes për te profesionalizmit e kombit të tyre, për shkak se ai, sikur se profesor edhe unë mendoj që unë se kom arrit Pelén e disa lojtarë botëror, të kalibrit botëror, po mendoj që Messi deri tash historia e njerëzimit e njeh si futbollistin më i miri i gjitha kohërave. Kështu që me përmbyll Argentina 2 herë avazi me qenë kampion bote e Messi me ngrit trofeun e botës, është diçka fantazia që mundet me ndodhë. Nëna se eliminohet, atëherë mundet me thonë, po fati tragjik i figurave të mëdhaja përfundojnë ashtu, por shtirë është me paramenu, unë nuk po du me menu për politiken e jashtme në arenën ndërkombëtare, kanë dikema të gretë. Unë jam këtu me knatësinë më të madhe me folë vetëm për futboll. Për çfarë edhe i ka këtyne temave politikës, do të maksimum që mujta, edhe për me fitu futbolli e për gjenerata tash me fitu Messi, ja? Me vazhdu me pas çka është shembulli që do thotë